me lidhjen demokratike të Kosovës? Patët takime, patët diskutime, patë brenda zëra Ka pas një... në lidhjen demokratike të Kosovës që ishin pro, patë kundër me një farë patë mundësi, kjo a do të funksionon të me LDK? Ka pas një deklarim publik të kryetarit Abdigjiku, si që dini. Dhe jemi takuar. Një takim me shumë respekt e korrekt. Dhe në ato takime, që unë e shprej minjën për korekcinë e ti, aje që ka unë kemi biseduar e me janë një përfundim. Prandaj unë po thamë që duhet me qenë korrekt politik dhe s'ka ma korrekt politik. Me zotin Abdigjiku, këmë thonë kështu. Nuk mundet mobilizohet elektorati i nismes drejt LDK-s edhe elektorati i LDK-s drejt nismes. Ne po dojmë ndërtu diçka që sillim një produkt. Është herët për një hap tillë. Ju i keni thënë kështu? Po, edhe ai bashkë kena bisedu, konkretisht kena bisedu. Pra i keni ndarë këto që... Si miq kena bisedu. Jo në mbi baza të drejtuesve politikë, po thjesht si miq. Që ky projekt nuk funksionon kështu. Prandaj, në një fazë tjetër të bashkëpunimit i kemi lënë hapur mas zgjedhjeve, në bashkëpunim me qeverisjes dhe kështu. Që ka qenë një takim korrekt. Çfarë do të thonë kushtrim? Në siglin e Partisë Demokratike të Kosovës është sigla jem. Nina mirë. Edhe elektorati të në profesionit mirë. është ai